Me këto brohorima, nxënësit e shkollës fillore Panajotginovski Butel shprehen revoltën për, siç thonë, mungesën e higjienës në këto objekt arsimor dhe paraqitjen e minjve. Po, kjo rast është një vjet e gjysmë, na për o bërën e vogël çollës prenditare i shifshme shpet, edhe pa pastërtia shumë të merë, shportin e klasës që kena për mbetorina, ne do të me odhë, nuk vim pastruset me mo. Në toalete nuk mujna me bë nevojë, një që kërkum, pa pastërti, era vjen në korridor. Shëdioni që ka me thonë, mina kap. Prindërit e nxënësve thonë se nuk i lejojnë fëmijët të ndjekin mësim tashmë 4 ditë dhe kështu do të vazhdojnë derisa nuk bëhet një pastrim gjeneral dhe i detajuar. Ankesat e prindërve janë të shumta e të ndryshme. Thonë se inventari nëpër klasa dhe toalete është i dëmtuar, ku ndërmon ere keqe që nga hyrja dhe më seriozja paraqitja e minjve nëpër ambientin shkollor. Ne kemi intervenu edhe të drejtoresha edhe në çdo anë, do me thonë ka kemi mujtë në komunë, në inspektorat për me bë dezinfektim, dezinfektimi është bë dje dhe është bë me hemikale të cilat drejtoresha thotë që nuk janë të davshme për shëndetin e fëmijëve, munden me ardhë pas 2 ore në shkollë, mirë po ne jemi shumë të shqetësuar për shëndetin e fëmijëve se ka fëmijë edhe në klasën tonë që kanë shku edhe në për spitale nga gjendja e papastërtisë në shkollë. Fëmijët tanë ne po i bajmë na për bollnica më shumë se sa në shkollë. Më shumë se në shkollë janë. Kjo nuk është e drejtë. Edhe pastaj mi bë presion për arsimtarëve, mi bë presion prindërve që fëmijët me patjetër të kthehen në shkolla. Njëkohësisht jo vetëm nga drejtoria e shkollës, por edhe nga komuna Butelit. Kjo është fatale për neve, ju kisha lut le t'i binë fëmijët e tyre, ata në shkollë, le t'lujnë ato me plehrat ose që i kanë dërgu me helmet për fëmijë. Ekipi i televizionit 21 përsëri nuk u lejua që të futet brenda në shkollë, derën e hyrjes të punësuarit e mbajnë me çelës. Ndonë se zhvilloi protestë përpara institucionit që ajo drejtonë, Blagorodna Sotirov nuk doli të takoj prindërit dhe as nuk pranoi të deklarohet për situatën. Сега трябва да пращам превен директорката, Тук е директорката? Тук е, да. Prindërit gjithashtu thonë se janë kërcënuar nga drejtoresha se të gjitha mungesat e nxënësve do të jenë pa arsye, ndërka që dje është bërë dezinfektimi dhe deratizimi i shkollës, por sipas prindërve kjo nuk mjafton për të larguar minjt. Prindërit treguan në raportin e Inspektoratit Sanitar Shëndetësor, ku qëndron se në inspektimin që kanë bërë më datë 7 prill, është konstatuar se higjiena është në nivel të pakënaqshëm. Në shumë klasa, dyshemet dhe muret janë të papastra, shportat e mbeturinave të stërmbushura, edhe toaletet janë në dyer dhe lavaman të thyer e muret të shkaravitur.